Po me këtë, për ta mbyllë herë me këtë qeshim mbi tort, me këtë Epsteinit, dy fjalë. Ndoshta nuk do themi shumë gjëra, por si skem le të themi, si e shef. Shikoni, ka vite që dalin, del diçka tjetër. Tani detajet në rastin konkret për mua nuk janë të rëndësishme. Atje ka me mira, foto, video, më thëtë tash, janë të përzirë të tërë këta që shikoni të mëdhenj dhe nuk është as pak rëstësore. Nuk është rëstësore? Fare. Po kush ka që ky skenaristi, ky regjizori i kësaj gjëze? Atëre, shiko. Ka që ky Epsteini vetë, ky financier, Jo, Epsteini është një vegël. Vegël. Po kush Mossadit, ëh? Është qartë ajo dinjitar. Dhe vetë Mossadi në vetvete është pasuria ishull te Shiko këtu, dëgjoj këtu. Kjo është ajo historia e atij qenit që ka fshon bishtin e vet. Amerikanët fillimisht nuk donin që të ndërtojë shteti izraelit. Vetë britanikët që kishin këtë koloni, domethënë Palestinën, pjesën e Palestinës, dhe kishin edhe Sirinë, Jordaninë, më thet tash. Ata qa ben, kur e panë se domethënë pushteti tyre po mbaronte, atëherë qa ben, ju premtuan një kohësisht edhe izraelitëve edhe palestinezëve. Të njëjtën gjë. Si këta budallëjnë tanë, këta supermaskarejnë tanë që shesin një apartament 4 herë. Edhe ata të njëjtën gjë ben anglezët. Dhe kjo ishte... I futë në konflikt njerëzit. Po pra, dhe kjo... Palestinë dhe Izrael. Po pra, dhe i futë në konflikt të përhershëm. Këtë situatë Amerikanët donin ta shfrytëzonin sepse donin patjetër një kemp në lindjen e mesme, me që po mbaronte perandoria britanike. Ata e shikonin këtë si një mundësi të pastër për të ndërtuar për të zgjeruar perandorinë e tyre. Dhe e lejuan krijimin e shtetit izraelit, po ndërkohë që shteti izraelit kishte kohë që ndërmerte veprime të rënda terroriste për të arritur qëllimin. Mos hyjmë në detajeve, e realizuan këtë, u krijua shteti në 48-ën, domethënë 47-ën u krijua si shtet, në 48-ën vendet arabe krijuan sulm të parë, po dështuan, në 63-shin përsëri dështuan, ndërkohë Franca ka qenë e para që ka ndihmuar shtetin e Izraelit për krijimin e industrisë bërthamore. E kupton? Amerika donte që shteti izraelit të ishte sa më i fuqishëm për ta pasur qëllimisht si element konfliktual. Domethënë për të ndryrë në çdo moment. Ata fuqizuan Mossadin, nga ana tjetër Mossadi punoi për të shtenë në dorë të gjithë krerët e shtetit amerikan në radhë parë. E kupton? Dhe për t'i arritur më lehtë ka qenë pikërisht për t'i bërë pis. Domethënë në gjuhë kështu çik më popullorçe. Edhe më i qartë, edhe më e kuptueshme. Po pra, edhe në Shqipëri këtë kanë bërë. I bën njerëzit pis dhe pastaj i përdorin. I ngrejnë në politikë. Pastaj kanë përveshje. Jo, e kanë të lehtë ashtu se njeriu sa më lart jetë, aq më i friksuar është se më e gjë. E kupton? Dhe pikërisht këtë politikë kanë luajtur kudo ata, siç kam thënë, në politikën europiane janë të tërë të shantazhueshëm. E kupton? Është një Pra po thua që po njëjta skemë është përdorur edhe në politikë, edhe me Epsteinin. Pra Epsteini ka qenë i karrem për të kapur gjithë këto. Ka qenë i karrem, bile vetë Trump në atë kohë që është lidhur me Epsteinin, ka pasur jo më pak se $920 milion borxh. Sa interesante dhe kanë lidhur edhe emrin atij e kanë vendosur Epstein që lidhet me Epshin. Ai ka qenë, domethënë vetë Trump ka qenë komplet i shantazhueshëm, i ngordhur praktikisht. Ka Trumpi dokumenta gjëra do të thonë që kanë lidhje me këto skandalet që po dalin. Po i kanë vetë ata, i ka FBI-a të gjitha ortiçun. Ka le Trumpi që ka qenë pjesë. Po i ka FBI-a të gjitha, s'ka nevojë atë. I ka departamenti i shtetit. Po më e forta është se ajo që është sot në krye të departamentit drejtësisë, pambondi, ka qenë vetë karem seksual. E kuptoni ju dhe? Kanë dalë disa dokumente, disa informacione që diskutohen dhe në media shqiptare, që ka pasur dhe për gra dhe vajza shqiptare, ose edhe njerëz me pushtet nga Shqipëria. Atëre më dëgjoj që këtu.
Jo, unë të them me bindje absolute që në Shqipëri kapen vajzat të reja, të bukura deri shumë të bukura, po. Edhe sot? Po, edhe sot. Do kapen në kuptimi që rekrutohen dhe përgatiten në radhë të parë seksualisht për të qenë karem. Si përgatiten? Bëjnë palestra gjëra kështu? Bëjnë të gjitha format e rekrutimit duke përgatitur nga ana seksuale për të qenë karem për të përdorur kundër njerëzve me pushtet, biznesmen. Në botë, apo edhe në Shqipëri? Në Shqipëri dhe në botë ku dushti. Dhe kjo vepër është vepër e vetë sigurimit të shtetit. Shikut. Dhe policisë. Po mirë, edhe tek Epsteini kanë pasur, deri aty kanë shkuar. Ore, më sugeri ku ta dhe juve ata, këto janë kareme që përdoren gjithë botën. Edhe në Itali përdoreshin. A shikare fare. Unë po flas nga gjëra që i di unë vetë. Po, çe. Jo nga ata që kanë ditur, dhe unë se di sepse doli Epstein, unë e kam ditur prej kohësh. Kam pak 20 vjet që e di. Se si funksionon gjithë ky rrjet. E kupton? Të gjithë ata njerëz që ju i shikoni sot nëpër ministrira, më thet tash drejtorira, gratë të bukura të reja, më thet thash, në një mënyrë apo në një tjetër kanë qenë pjesë e kësaj loje. Kur thua kësaj loje si skem apo edhe Epsteinit? Jo. S'është e thënë që patjetër Epstein. Të tillë si po e dini ju sa njerëz kanë nëpër botë si Epstein? Po. Është vërtet. Bile njëre në kohë sa për djeni. Po pse bin nxjerrin sot këto fakte një? Këto gjëra. Po se ato kanë pse po i dalin nga media? Kanë dalë pra se Epstein ka, domethënë kjo histori e Epsteinit ka vite më. Ka vite që më sa diun që në 2009 që domethënë kanë qenë bile Pambondi ka qenë prokurore dhe ka mbyllur. Njëre në kohë, domethënë në fillimet e saj. Ai u dënua një herë, u lirua, u dënua prapë, u arrestua dhe pastaj e vranë sepse e vranë ose e shpallën të vrarë, sepse është si punë e Edi Ramës, si shtashun. Ta kam thënë disa herë, unë kur ta hedhin na i hapin atë kapakun poshtë avionit. Po pse qesh më se është kryeministri jonë? Jo, është kryeministri yta jo imi. Nëse domethënë është kryeministër aktualisht i shtetit shqiptar dhe unë ta kam thënë që është kryeministër. Dhe si i tillë duhet të sillet si kryeministër. Do të hidhur nga avioni. Bile në mos shikoni çik mirë këta filmat amerikanë gjithmonë këta kanë pretenduar gjithmonë këta kanë pretenduar se rusët, dhe është e vërtetë, nuk është e pavërtetë. Me rusët e kanë pasur, me CIA. Pra, rusët se rusët edhe me një që të bëhet kryeministër. KGB-ja, edhe kishte më gjithë informacion që kishte bëu kryeministër, janë nxorrën atë moment që kandidonte ajo në fushat, i nxorrën gjithë informacion që kishte bëu. Sipas CIA e boni. Sipas CIA-s dhe propagandës amerikane, KGB-ja, domethënë rusët, po dalë të mbaroj një. Rusët përgatisin kështu karemash seksual, domethënë agjentet ruse të KGB-s. Po pra, gjen pikët më ashtu ka nisë edhe njerëzimi, kupton? E hongër mollën ai dhe hop. Paraja dhe pjeshka kanë qenë gjithmonë pjesë asaj, domethënë karemit për të shkërbëj pushtetin. Për të shkërbëj pushtetin, për ta rekrutuar, për ta korruptuar. Këto kanë qenë gjithmonë. Kanë gjithmonë pika dobta që njeriu kapet domethënë. Kjo ka qenë, shiko, këto janë metoda që janë përdorur këtu e 10.000 vjet më parë, nuk është se përdoren sot. Që në krimin e botës. Por këta e kanë ngritur në një shkallë të pa imagjinueshme, e kanë masivizuar. Mirë, pra, se të të bëj pyetje që ti na e ke shpjeguar. Tani do e mbyllim fare. Po si ka, pse na japin toni për shembull nëpër filma që theti, pse na i thon? Mbame që e kemi diskutuar, na e ke dhënë një herë si informacion këtë gjë, si skem. Pra, këto të CIA ose shërbime sekrete, disa gjëra na i japin nëpërmjet Hollywoodit, nëpërmjet tyre serialeve dhe filmeve, na i tregojnë domosdoshmë skemën, le të themi se si ndodh. Pra, shiko, çdo film që del, po të shikoni del në një kontekst caktuar. Po kupton? Po të shikosh tash janë masivisht ato filmat e Hollywoodit me ushtar amerikan, heronj që kanë bërë namin andej nga Iraku, nga Afganistani, dhe këto janë një mënyrë për t'ju thënë vetë amerikanëve që ne kemi sakrifikuar, nuk mund ta hedhim poshtë gjithë ato që kemi bërë, ama atje lanë 2 trilion dollar, 2.000 miliard dollar atje, dhe ikën më të turpuruar se kur.
Do të thonë